Ka 6 javë që tregu I baktive në Stomgolem të Shkodrës qëndroni mbyllur pas urdhërit të dalë nga Ministria e Bujqësisë për shkak të sëmundjes së xhellit në rajon, ndërsa është skandaloze kur shikon se si bagëtit tregtohen jashtë kushteve higjieno-sanitare. Vetëm 50 metra larg tregut tashmë të mbyllur, bagëtit e imta dhe ato të trasha tregtohen në afërsi të mbeturinave, në një kohë që edhe kullosin aty, në një kohë kur drejtues të bujqësisë dhe veterinerë flasin për kontrolle, shitja e tyre bëhet në mes të ditës. Administratori I tregut të baktive në Stomgolem Gjovalin Stolaj e quajti urdhrin e Ministrisë së Bujqësisë fushat të dështuar, ndërsa vetë tregtarët mendojnë se ky është një skenar politik për të favorizuar mishin e importit që futet nga njerëz të pushtetshëm. Ata thonë se mos tregtimi në mënyrë legale po na çon drejt falimentimit. Si rregull, nga e diela tjetër, në vazhdim tregu duhet funksionojnë sipas kushteve teknike që thonë vetë specialistat. Tregu është I mbyllur, ne ju binna urdhënesave të ministrit, e kena mbyll tregun, por një fushat e dështuar do ta quaj, se përsëri bëhet tregti. Tregti e pa lishme dhe e pa kontrollume, kurse këtu bëhet e kontrollume kur është mbërën tregu. Urdhri I ministrit I dështuar, s'ka çapan as 3-4 veterinar që dalin për gjithë ditë, as 2 policë që dalin, për mua është një diçka e dështuar. U ba grup shtetit, u ba në pisak, nuk po dihet. Kështu po gati ma fort, pisak që thojnë e I fjallet. Po bjem gjilpona tash, po bjem pare. Pritna një javë, pritna një 5 ditë. Na metëm 6 javë, po bugojet, po kur farsanet që thojnë e I fjallet këtu. Kom 200 kren bagti I kom në të rëbë Shkodrës, I kom në majet Cukalit Lope Viça si tregtar, ti vaksinoj asë se më garë kush në shpi, ka 2 zonat shteti. Vaksina herë të shitet e marrën paret mirë për vaksina, po dhe shteti mishin. Se janë pushtetarët si kanë stallat, jo deputet, jo stër deputet, jo kryetar komunet, jo stër kryetar komunet, janë të mushun me dera, janë të mushun me bagti, me trasha, me dhi, hallandeze, me lop, me viça, s'ka ka u shkoni mishi këtyne, dorë me në qartë nes. Ndërsa ende nga specialistët e drejtorisë së bujqësisë nuk ka një përgjigje për fermerët se deri kur tregu I baktive do të vazhdojë të qëndrojë mbyllur.